A e dini se çfarë po i ndodh trupit tuaj kur konsumoni alkool në mënyrë të vazhdueshme? Shumë njerëz mendojnë se efektet e alkoolit janë të përkohshme, por të vërtetat janë shumë më shqetësuese. Trupi ynë na dërgon sinjale paralajmëruese, por shpesh nuk i vëmë re ato derisa është tepër vonë. Sot do të zbulojmë 3 simptoma kyçe që tregojnë se trupi yt është mbi ngarkuar nga alkooli dhe pse duhet i marrësh seriozisht. Simptoma e parë: zverdhja e syve dhe lëkurës. Kur të bardhët e syve dhe lëkura fillojnë të marrin një ngjyrë të verdhë, kjo nuk është diçka që duhet injoruar. Kjo gjendje njihet si verdhës dhe është një nga shenjat më të qarta që melçia yte është në telashe serioze. Por si ndodh kjo? Melçia është organi më i madh i brendshëm në trupin ton dhe përgjegjëse për qindra funksione jetike. Një nga rolet kryesore të saj është përpunimi i bilirubinës, një substancë e verdhë që krijohet kur qelizat e kuqe të gjakut prishen. Në kushte normale, melçia e përpunon këtë substancë dhe e largon nga trupi. Por kur alkooli e dëmton melçin, ajo nuk arrin më të kryejë këtë funksion siç duhet. Konsumimi i tepërt i alkoolit shkakton grumbullimin e yndyrnave në melçi, duke çuar në atë që njihet si melçia e yndyrshme alkolike. Më shumë se 90% e personave që pinë alkool në mënyrë të vazhdueshme zhvillojnë këtë gjendje. Kjo është vetëm faza e parë e dëmtimit. Nëse konsumimi i alkoolit vazhdon, melçia e yndyrshme mund të përparojë në hepatit alkolik, një inflamacion i rënd i melçisë që sjell lodhje, humbje të oreksit dhe pikërisht këtë zverdhje të syve dhe lëkurës. Kur bilirubina fillon të grumbullohet në gjak, ajo depërton në indet përreth enëve të gjakut. Kjo është arsyeja pse të bardhat e syve marrin një nuancë të verdhë dhe lëkura fillon të duket e pazakontë. Është një thirrje emergjence nga trupi yt që diçka është seriozisht keq. Por verdhza nuk vjen vetëm, ajo shoqërohet me simptoma të tjera shqetësuese. Jashqitjet bëhen të zbardhura sepse melçia e dëmtuar nuk prodhon më sasi të mjaftueshme biliare, ndërsa urina bëhet më e errët. Disa persona përjetojnë edhe dhimbje në pjesën e djathtë të barkut, pikërisht aty ku ndodhet melçia. Ethe, të vjella dhe simptoma të ngjashme me gripin mund të shfaqen gjithashtu. Çfarë ndodh nëse kjo shenjë injorohet? Dëmtimi vazhdon dhe mund të çojë në cirroz, një gjendje ku indi i shëndetshëm i melçisë zëvendësohet me ind lidhës dhe nyje. Në këtë fazë, dëmtimi është i pakthyeshëm. Melçia humbet aftësinë e saj për të rigjeneruar dhe për të kryer funksionet jetike. Studimet tregojnë se një person me melçi të yndyrshme të shkaktuar nga alkooli që nuk ndalon së piri, ka më pak se 50% shanse të jetojë për të paktën 5 vjet të tjera. Por ka lajme të mira. Nëse kjo zbulohet në kohë dhe personi ndalon plotësisht konsumimin e alkoolit, melçia ka një aftësi të mahnitshme për të rikuperuar. Tek personat me melçi të yndyrshme, vetëm pas 2 deri në 3 javë pa alkool, organi mund të shërohet dhe të kthehet në gjendje normale. Edhe tek ata me një inflamacion të lehtë, melçia fillon të rivendos funksionet normale brenda pak muajsh, por kjo kërkon vendosmëri absolute, asnjë pije alkohike më. Simptoma e dytë: ëndja e këmbëve dhe barkut. A keni vënë re ndonjëherë se këmbët ju ënten dhe bëhen të rënda? Ose ndoshta barku ju bëhet i fryrë pa arsye të qartë? Këto nuk janë thjesht shenja të lodhjes apo konsumimit të shumë kripës. Mund të jenë sinjale alarmuese se trupi yt po lufton me pasojat e alkoolit. Kur melçia dëmtohet nga konsumimi i vazhdueshëm i alkoolit, ajo fillon të humbas aftësinë për të prodhuar proteina të rëndësishme të gjakut, si albumina. Këto proteina janë thelbësore për të mbajtur lëngjet në enët e gjakut. Kur nivelet e tyre bien, lëngjet fillojnë të dalin nga enët dhe të grumbullohen në indet përreth. Cirroza e melçisë, faza më e rëndë e dëmtimit nga alkooli, ngadalson qarkullimin e gjakut nëpër këtë organ vital. Kjo rrit presionin në venën portale, vena kryesore që bart gjakun nga organet e sistemit tretës në melçi. Presioni i lartë shkakton 2 komplikime serioze: edemën dhe ascitin. Edema është grumbullimi i lëngjeve në këmbë dhe kyçe të këmbëve. Njerëzit shpesh përshkruajnë se këmbët u bëhen të rënda, të ënjtura dhe të dhimbshme. Kur shtypin me gjisht lëkurën, mbetet një thellim që zgjat për disa sekonda. Kjo nuk është thjesht një shqetësim estetik, është një shenjë që trupi nuk po funksionon normalisht. Asciti është edhe më shqetësues, grumbullimi i lëngjeve në kavitetin e barkut.
barku fryhet në mënyrë dramatike, bëhet i ngurtë dhe i dhimbshëm. Disa persona mund të grumbullojnë disa litra lëng në bark. Kjo mund të shkaktojë vështirësi në frymëmarrje sepse diafragma nuk mund të lëviz lirshëm dhe gjithashtu rrit rrezikun e infeksioneve të rrezikshme. Por ky nuk është fundi i historisë. Presioni i lartë në venën portale shkakton edhe një komplikacion tjetër të rrezikshëm: zgjerimin e venave në ezofag dhe stomak. Këto vena të zgjeruara, të njohura si vena varice, mund të çajnë dhe të shkaktojnë gjakderdhje të brendshme që mund të jetë fatale. Njerëzit mund të fillojnë të vjellin gjak ose të kenë jashtëqitje të zezë, që është gjak i tretshëm. Ëndja gjithashtu mund të shoqërohet me simptoma të tjera. Lëkura mund të shfaqë njolla të kuqerremta që duken si merimanga të vogla. Këto janë enë të zgjeruara të gjakut në lëkurë. Disa persona përjetojnë edhe kruajtje intensive, veçanërisht në duar dhe këmbë. Kjo ndodh sepse acidet biliare grumbullohen në gjak dhe irritojnë lëkurën. Këto simptoma nuk shfaqen brenda natës. Ato zhvillohen gradualisht, ndërsa dëmtimi i mëlçisë përparon. Por një herë që shfaqen, ato janë shenjë që gjendja është bërë serioze. Nëse trupi yt po mban lëngje në këtë mënyrë, do të thotë që organi më i rëndësishëm për detoksifikimin, mëlçia, po dështon. E vetmja mënyrë për të ndaluar këtë përkeqësim është të heqësh dorë nga alkooli menjëherë. Mjekët mund të përshkruajnë diuretik për të ndihmuar në eliminimin e lëngjeve të tepërta, por nëse konsumimi i alkoolit vazhdon, asnjë ilaç nuk mund të ndalojë shkatërimin progresiv të mëlçisë. Disa raste të rënda mund të kërkojnë madje procedura për të hequr lëngun e akumuluar ose në situata ekstreme, transplant të mëlçisë. Simptoma e tretë: lodhja ekstreme dhe konfuzioni mendor. Shumë njerëz mendojnë se lodhja është thjesht një pasojë normale e jetës moderne të stresuar, por kur kjo lodhje bëhet kaq e madhe sa nuk mund të qohesh nga shtrati, kur nuk ka energji as për detyrat më të thjeshta dhe kur shoqërohet me konfuzion mendor, ajo mund të jetë një shenjë shumë e rëndë që trupi yt është mbi ngarkuar nga alkooli. Mëlçia e dëmtuar nuk arrin më të kryejë një nga funksionet e saj më kritike, eliminimin e toksinave nga gjaku. Ndër këto toksina, më e rrezikshmja është amoniaku, një substancë që prodhohet natyrisht gjatë zbërthimit të proteinave në truk. Në kushte normale, mëlçia e shndron amoniakun në ure, një substancë të padëmshme që eliminohet përmes urinës, por kur mëlçia është e dëmtuar nga alkooli, amoniaku grumbullohet në gjak. Kur nivelet e larta të amoniakut arrin në tru, ato shkaktojnë atë që njihet si encefalopati hepatike, një gjendje në të cilën funksioni i trurit dëmtohet nga dështimi i mëlçisë. Simptomat fillojnë të lehta, personi ndjen lodhje të thellë që nuk përmirësohet me pushim. Ata mund të kenë vështirësi në përqendrim, të harrojnë gjëra të thjeshta ose të ndjejnë një mjegullim mendor që nuk ja shpjegojnë dot. Ndërsa gjendja përparon, simptomat bëhen më shqetësuese. Personi mund të bëhet i disorientuar, nuk di se ku ndodhet, çfarë ore është, madje edhe kush janë njerëzit përreth tyre. Ata mund të kenë vështirësi në të folur, fjalët ngatërrohen ose nuk gjejnë fjalët e duhura. Dridhje të duarve, veçanërisht kur i shtrinë, bëhen të dukshme, por efektet e alkoolit në tru nuk kufizohen vetëm në toksinat. Vetë alkooli është një depresant i sistemit nervor qendror. Kur personi konsumon alkool vazhdimisht, truri përshtat funksionimin e tij kimik. Ai fillon të prodhojë më pak GABA, një neurotransmetues që shkakton qetësi, dhe më shumë glutamat, që shkakton eksitim. Truri përpiqet të kompensojë për praninë e vazhdueshme të alkoolit. Kur alkooli hiqet papritur, truri mbetet në një gjendje të çekuilibruar. Kjo çon në simptomat e tërheqjes, ankth të rënd, nervozizëm, luhatje humori dhe në raste serioze, madje kriza epileptike. Njerëzit përjetojnë gjithashtu çrregullime të gjumit, edhe pse alkooli mund t'ju ndihmojë të bini në gjumë, ai shkatërron fazat e thella të gjumit, duke ju lënë të lodhur dhe të përgjumur gjatë gjithë ditës. Me kalimin e kohës, alkooli shkakton edhe dëmtime strukturore në tru. Studimet tregojnë se përdorimi afatgjatë i alkoolit mund të çojë në tkurrjen e trurit, veçanërisht në zonat përgjegjëse për kujtesën dhe të mësuarit. Disa alkoolistë zhvillojnë sindromën e Korsakoff, një çrregullim serioz që karakterizohet nga humbje e rëndë e kujtesës, vështirësi në formimin e kujtimeve të reja dhe shpikje të kujtimeve false për të mbushur boshllëqet. Lodhja ekstreme gjithashtu lidhet me faktin që alkooli dëmton prodhimin e dopaminës dhe endorfinës, kimikatet që na bëjnë të ndihemi mirë. Fillimisht, alkooli rrit çlirimin e këtyre substancave,
që është arsyeja pse njerëzit ndjejnë eufori kur pinë, por me përdorim të vazhdueshëm, truri bëhet më pak i ndjeshëm ndaj tyre. Kjo do të thotë se personit i duhen sasi gjithnjë e më të mëdha të alkoolit për të ndjerë të njëjtin efekt, dhe pa alkool, ata ndjehen të depresionuar dhe pa energji. Këto ndryshime në tru nuk janë vetëm të përkohshme, ato mund të jenë afatgjata, ose madje të përhershme nëse dëmtimi është i rëndë. Megjithatë, trupi ka kapacitet të mahnitshëm për shërim. Nëse konsumimi i alkoolit ndalet, truri fillon gradualisht të rivendos balancën e neurotransmetuesve. Gjumi përmirësohet, nivelet e energjisë kthehen dhe aftësitë njohëse fillojnë të riparohen. Trupi ynë është një makinë e mrekullueshme që na dërgon vazhdimisht sinjale kur diçka nuk shkon mirë. Zverdhja e syve dhe lëkurës, ëndja këmbëve dhe barkut, dhe lodhja ekstreme me konfuzion mendor janë 3 sinjale alarmuese që duhen marrë shumë seriozisht. Këto nuk janë thjesht simptoma të pakëndshme, ato janë thirrje emergjence nga trupi yt që organet vitale janë në rrezik. Gjëja më shqetësuese është se shumë nga këto simptoma shfaqen vetëm kur dëmtimi është bërë tashmë i rënd. Mëlçia, ky organ i mrekullueshëm që ka aftësi të jashtëzakonshme për t'u rikuperuar, mund të punojë në heshtje edhe kur është dëmtuar deri në 90%. Por një herë që këto simptoma shfaqen, koha për të vepruar është tani. Lajmi i mirë është se nuk është kurrë tepër vonë për të ndryshuar. Studimet kanë treguar që mëlçia mund të fillojë të shërohet brenda pak javësh pas ndërprerjes së konsumimit të alkoolit. Edhe truri, që duket se është dëmtuar në mënyrë të përhershme, ka kapacitet për neuroplasticitet, aftësinë për të krijuar lidhje të reja dhe për t'u riparuar. Nëse ju ose dikush që njihni po përjeton ndonjë nga këto simptoma, kërkimi i ndihmës mjekësore është thelbësor. Ka mjek specialist, programe detoksifikimi dhe mbështetje psikologjike që mund të ndihmojnë në procesin e shërimit. Hapi i parë është pranimi që ka një problem. Hapi i dytë është vendimi për të ndryshuar dhe hapi i tretë është kërkimi i ndihmës profesionale. Alkooli mund të duket si një mik në momente socialesh ose si një mënyrë për t'u relaksuar pas një dite të vështirë, por për trupin ton, ai është një toksik që shkakton dëmtime të rënda. Çdo gotë që pini, mëlçia juaj punon për ta eliminuar atë. Çdo episod vehje, truri juaj përpiqet të rimë këmbët, dhe sa më shumë që vazhdoni, aq më e vështirë bëhet lufta e trupit tuaj. Nuk ka sasi të sigurt alkooli. Edhe konsumi i moderuar mund të ketë efekte negative, veçanërisht tek personat që kanë predispozit gjenetike për probleme me mëlçin, ose tek gratë që janë më të ndjeshme ndaj efekteve të alkoolit. Studimet më të fundit kanë treguar se nuk ka nivel alkooli që është plotësisht i shëndetshëm. Kujdesuni për trupin tuaj, dëgjoni sinjalet që ai ju dërgon, dhe nëse vëreni ndonjë nga këto 3 simptoma, zverdhje, ëndje ose lodhje ekstreme me konfuzion, mos hezitoni. Kërkoni ndihmë mjekësore menjëherë. Shëndeti juaj është thesari më i çmuar që keni, dhe trupi juaj meriton mundësinë për t'u shëruar dhe për të jetuar një jetë të shëndetshme e të plotë.